Dinamo ruan 0 në kolonën e humbjes edhe pas transfertës së vështirë të Laçit, madje duke dalë me pikë të plota fal një goli të argjentinasit Malakarne, gjë që e lejon formacionin e Shkëlqimuçës të marrë kreun e klasifikimit pas javës së 6 të Superligës. Nica nuk ndryshon formacionin që mori pikë në Krujë, ndërkohë që blut janë diçka më kërkues. Sefa mundohet të shfrytëzojë topat e lartë, por ka pak hapësira në fanellat e ngjeshura të laçianëve. Nuk ka shumë raste dhe në minutën e 18 rreziku i parë për Laçin vjen nga një goditje dënimi e Kulit, që kalon pak mbi travers. Kundër sulmi është arma që Nica ka zgjedhur për të befasuar blut, e në fakt dalja në të djathtë e Noros mund të kishte bërë keq. Sulmuesi Gjirokastrit shmanget mirë, por diagonali e tij kalon ngjitur me shtyllën në të majtë të kotorrit. Presioni Dinamos vjen në rritje dhe në minutën e 37, argentinasi Sosa nuk arrin të shënojë në 2 tentativa. Topi i gjatë i Kulit është i përpik për mes fushorin që me kokë detyron portierin të kryej ndërhyrjen më të vështirë të ndeshjes. Topi mbetet aty, por në provën e dytë, mes fushori është i pafat sepse ndalet nga shtylla. Vendimet e Pashajt acarojnë Nicën, që në fakt duhet të falenderojë gjyqtarin që e mbyll ndeshjen me 11 lojtar. Nora ndryn rënd nga pas, por Pashaj tregon vetëm kartonin e verdh. Në minutën e 55 vjen edhe momenti vendimtar i ndeshjes. Sosa fiton një goditje dënimi, nga e cila vjen edhe goli. Malakarne mbini vetëm në qendër të zonës dhe me kokë dërgon topin në rrjet pas krosimit të Kulit. Humbja nuk tolerohet siç duket në Laç dhe tifozët fillojnë të acarohen me gjyqtarin, madje goditet edhe gjyqtari ansor nga objekte të forta të hedhura në fush. Gjithsesi vazhdohet përpara dhe është Laçi që mundohet të kthejë ndeshjen. Nora ka mundësinë më të mirë, por i vetëm përballë Kotorit nuk arrin të kalojë portierin Elbasanas. Nica hedh në fushë edhe Maun, ndërsa Pashaj fal edhe një herë tjetër Norën. Faulli shëmtuar i sulmuesit, por Pashaj nuk nxjerr kartonin e dytë të verdh. Muça freskon sulmin me plakun për Kulin, por në fund është Laçi që shkon pranë barazimit. Julian Mau nuk gjen dot kuadratin në minutën e 84, ndërsa 5 minuta më pas, 3 futbollistë laçianë hezitojnë dhe nuk devijojnë dot në rrjet, një nga rastet më të thjeshta. Përfundon 0-1 në Laç, rezultat që e ngjit Dinamon të vetme në krye të renditjes me 16 pikë, 2 më shumë se Besa.